zonë i Shpendi. Rakli? Nga misore, pa dyshim dhe duhet provuar dhe shumë mirë, për mua duhet kisha cilë më shumë emra të ri. Por duke qenë se është vetë i ri. Trajneri nuk besoj që do dalë direkt emra të ri, megjithatë unë shpresoj që ai dalë të emra të ri, se funi fare ai e ka studiu Shqipërinë thjesht edhe video që ka pa. Gjithë ndeshjet tona 2 vitet e fundit ai besoj e ka bërë këtë. Ka marrë informacione edhe nga trajnerja që ishte shumë informacione të ndryshme, pra është sepse ai e ka bagazhin si trajner, e ka edhe eksperiencë si trajner, pra i di ku të marrë informacione. Por për mua do ishte shumë interesant që ne këto ndeshje si tifoza për e stafi vetë të jepte shansin këtyre lojtarëve të ri, pra këtyre lojtarëve që nuk patën shansin të kishin këtë me Silvinion. Unë për vete isha shumë kurios të shifsha Anis Mehmetin, ta shifsha nga fillimi. Vjen keq që nuk është Muçi, për arsye dëmtimin vjen shumë keq sepse edhe atij do jepte shansi. Po Luis Hasa. Luis Hasa është ai Çaka në mbrojtje, pra janë disa leta, është Pilo që bëri neshë fantastike me Polonia ato minuta që luajti. Po edhe unë betë rasti, po nesër. Janë disa lojtarë të ri që duhen për mendimin tim tonë ndeshje është rasti më i mirë për t'i provuar. Pa dyshim, aty janë 2 misore dhe gjithçka duhet provohen sa më shumë lojtarë, unë jam totalisht dakord me ty Rakli në të pikë që është mirë që të provohen të nisi. Pa dyshim, ajo që më pëlqen është pjesa që po sheten nga kampionati shqiptar, se Pano Qirko portier në kampionatin shqiptar, Ali tek Dinamo, por i kthehet po dashur disa figura tjera. Alen Sherri ka dalë nga Shqipëria, Simoni po ashtu kampionati shqiptar, pra duhet hedhur më shumë syt nga kampionati shqiptar, apo le të themi, a do ishte më mirë Udhës Rakli që paktën ti bëhesh sikur që Maranit nga ana e presidentit që minimumit në çdo grumbullim të ketë në ndeshje zyrtare 3 ose 4 nga kampionati shqiptar. Në mënyrë që ti inkurajojmë dhe lojtarët shqiptarë që luajnë këtu, ose i bie që nëse ti luaj kampionatin shqiptar nuk do jesh kurrë pjesë kombëtare, sa do i mirë të jesh. Tani në 2 fjalë për kampionatin shqiptar, unë këto sidomos këto ndeshjet e fundit të Final Fourit i kam parë dhe kampanjë si loje të jashtëzakonshme. Ka një shpejtësi loje, ka me logjik, ka vendosje shumë mirë taktike dhe nuk e diskutoj fare këtë pjesë. Po flasim për ekipet më të mira të kampionatit tonë kombëtar, luajnë në Air Albania Super Stadium, pra aty, po unë nuk shoh dallimin pra ekipeve tona që luajnë me ndeshjet e kampionateve të forta. Pra ka një shpejtësi loje fantastike dhe kjo është për t'u admiru për kampionatin ton. Pra ne kemi cilësi, nuk është se s'kemi. Kemi dhe lojtarë të huaj të mirë. Ideja është kjo, pastaj që të vishte te ajo jote, te fjala jote që the duhet ta detyrojmë trajnerin që të marrë se s'bën 3-4 lojtarë çdo grumbullim. Kjo pastaj duket e parealizueshme, sepse çdo trajner ka ambicet, ka logjikën e vet, ka mënyrën e punës vet, dhe ti nuk mund ta detyrosh. Orakli, si do arrisim në kampionatin shqiptar, Orakli? Si do arrisim në kampionatin shqiptar? Se trajner nga Shqipëria nga kampionati shqiptar nuk merr. Pra federatë, lojtar nga kampionati shqiptar nuk marrin, po ikën jashtë, sikur edhe në Kroaci shkojnë, mjafton të luajë 2 ndeshje do thirret. Sa kohë që është kampionati shqiptar nuk thirret. Tani duhet ti bëjmë një spunto dhe ti kampionati shqiptar, se nga këtu po dalin lojtarët, nga këtu duhet shohim, nuk duhet shikojmë vetë produktet jashtë. Besoj ma kupton këtë revoltën time. Jo, jam dakord me logjikën tënde, po ato lojtarë që kanë ikur nga kampionati jonë kombëtar, kanë ikur me një kampionat tjetër, atje kanë shpërthy. Dhe shembull të mirë kemi Uzunin, edhe Seferi që erdhi prap iku, çat jap emra tjetër sa dush, domethënë Hasani, pra kanë ardhur, kanë shpërthy jashtë, atëherë janë thirrë me ekipin kombëtar. Por më duket pak sa jashtë logjikshme tash të thënë se duam me rrit patjetër kampionatin tonë kombëtar dhe duhet jemi detyruar të marrim lojtar nga kampionati jonë kombëtar. Kjo nuk është logjike e drejtë dhe nuk ka trajner që do e zbatojte. Është tjetër gjë pastaj kur lojtar specifik kampionatit tonë kombëtar dallohen për lojën e vet fantastike dhe ti si trajner duhet japësh në dorë këtij lojtari, atëherë nuk ka lidhje mos se ku po luan lojtari, luajnë kampionatin tonë kombëtar apo po luan në një kampionat tjetër. Ai do dallohet në kampionatin tonë dhe më jep një emër që këtë vit për shembull në kampionatin tonë kombëtar është dalluar dhe ka bërë diferencën që sipas teje do të thirrë sot me ekipin tonë kombëtar. Duhet ta di nga ty një emër me që po këmbul. Jo, ma Orakli, tash unë nuk jam specialist, nuk e marr përsipër të them këtë emër apo këtë emër.
Unë thjesht Ja, si po, jo, Ragli, më dëgjoj, padyshim ke të drejtë më kërkosh mua emra, por tash unë nuk jam ekspert. Unë jam tifoz, jam shqiptar që dua që kampionati shqiptar të ngrihet niveli. Dhe lojtarët shqiptar, djem tanë që kalojnë 1000 sakrifica, të kenë mundësi të jenë pjesë e kombëtares, pra mos i zhbëhet ëndra për të qenë pjesë e kombëtares. Do edhe duke luajtur kampionatin shqiptar. Pra kjo është ajo që unë kam, nuk po them unë X-i apo Y-i. Ke plot lojtarë të mirë që mund ta meritojnë një vend edhe të thilën, jo për të luajtur. Sepse, ta thash, në këtë farë forme Ragli ja zhbën ëndrën të rinjve që nëpërmjet kampionatit shqiptar ti mund të arrihesh dhe të bësh dikuçi. Kështu që ne e zerojmë fare kampionatin shqiptar. Por çfarë na duhet atë? Më mirë, e mbyllim fare, le të lëmë të luajnë jashtë dhe jemi në rregull. Atëherë dëgjoj, çdo futbollist që është 17-18 vjeç në Shqipëri, ëndrrën e parë, po ta japim me garanci sot. Pra një 17-18 vjeçar në Shqipëri sot, ëndrrën e parë ka kapi një kontratë jashtë Shqipërisë. Okej. Pastaj ëndrrën e dytë ka ekipi kombëtar dhe ato e dinë shumë mirë. Por unë thash, në raste të veçanta, kur një lojtar vërtet bën diferencën në mënyrë absolute gjatë gjithë kampionatit, atëherë nuk ka trajner dhe ekipit kombëtar, por nuk ka qenë ky rasti në shumë vite të ne, do me thëmë që një lojtar të ketë bët diferencën pra në mënyrë sofistikuse, do me thëmë në krasime tjetit të ketë qenë më i mirë, dhe mos e thit nga trajner ekipit kombëtar, unë nuk e majnë në si rast të nejerë për lojtarët veçantë. Por, si objektiv, çdo lojtar i joni në ekipin në kampionatin shqiptar e ka për dalë jashtë për të kalu për tik. Domethënë është objektivi çdo lojtari, ti po ti pyesësh gjithë të do të japin, po e kam objektiv të kapi kontratë një ekip më të mirë, në Perëndim apo kudo qoftë. Kështu që automatikisht pastaj vjen dhe ftesa me ekipin kombëtar në moment që ti futesh në ekip europian, jep atje maksimumin, bëhesh lojtar titullar, shënon, dallohesh pra, atëherë automatikisht pastaj me ftesën me ekipin kombëtar. Kështu është normale, kështu funksionon. Okej, Ragli se di që ka servitë dhe nuk duhet të mbaj shumë gjatë. Ta mbyllim pak kapitullin kombëtares, një pyetje kam, a do ta bëj tripletën